një ndër vetit kryesore të lëngjeve, e cila Prej thuje përpare, nga pastaj hape. E cila është që Çfarë do të kesh shishe në rrjetin e thellësisë. Unë këtu kam marrë një shishe, kam mbush me lëng dhe kam hapur 3 vrimat këtu në lartësi të ndryshme, në 3 nivele të ndryshme. Po, në 3 nivele të ndryshme. Çfarë pra e ti mund të hapësh shishe? Kur të hap shishen unë do shoh se si do jetë trysnia në lartësi të ndryshme, në vrimat të ndryshme që kam hapur. E si do e kuptojmë ne, kusha grupi tjetër, ju 3 vete nuk si do e kuptojmë ne që shtypja është ndryshme? Çfarë presim nga eksperimenti? Se keni pa teori? Ne të kuptojmë në aspektin që nëse keni ujë ka më shumë presion në fund, edhe me më shumë forcë në fund, Distanca nga do jetë më e madhe se nga distanca që do jetë. Atëherë pra uji do dalë me presione të ndryshme në lartësi. Më i mirë të ndjeni atë. Dini menë atë. Limoni. Shikoni tani, kjo që është më thellë e ka presion më lartësia, kjo është pak kompakt, kjo e kishte më pak fare. Dhe kjo kështu do vazhdojë deri në fund lartësia që do të shkojë uji do jetë ndryshme. Që do të thotë që shtypja varet nga Edhe diçka që duhet shtosh që arsyeja pse shtypja varet nga thellësia dhe ritmi i thellësisë është për arsye se sa më në thellësi të jemi, aq më madhe është pesha, masa e ujit që ndodh. Sa më lart të jemi, sa më poshtë të jemi, aq më shumë lart kemi sipër që do të peshojmë. Makinës hidraulike ose bush ekskavatorit, ku do të tregojmë se si një forcë kaq e vogël ushtruar nga shoferi në frena mund të kthehet, mund të shkëlqohet që të me një forcë kaq të madhe me të larta. Kjo ndodh për shkak që forca ushtrore në pompë kalon nga cilindri ku shumë fishohet dhe sipas ligit të Paskalit, forca shumë fishuar kalon gjithë të anët një lloj. Dhe bën që ngrihet një forcë kaq të madhe. Shumë dakord. Pra edhe këtu kemi të njëjtin ligj, të njëjtin situatë ku një forcë e vogël bën aty të nivellit një kështu të moderne, po ajo mund të jetë një ngarkesë shumë e madhe dhe funksionon një lloj. Mirë, pjesa e demonstrimit të vogël, duke u bazuar gjithmonë tek ligji i Paskalit, shtypja të quhet në lëngje të quhet kudo. Dhe shtypja edhe forca është e njëjtë edhe tek pistoni i madh, por duke qenë se sipërfaqja është më e madhe, forca është më e madhe. Pra që thotë, aty ndahet dy karat. Po. Që thotë, në sipërfaqen e vogël vepron forca e vogël, nëse sipërfaqen e madhe vepron forca e madhe. Dhe po shikojmë që pra supozohet që një forcë e vogël e dorës tënde të ngrejë gjithë atë makinë e homoket, por çu funksionon faktikisht. Pra forca shumë fishohet. Forca shumë fishohet. Forca e vogël sipërfaqen e vogël. Pa provoj të ligjin në tunel, ku funksionoi? Po shumë. Pra forca shumë fishohet. Keni më shtu gjojë grupi? Jo. Atëherë ekskavatorin kur të vijë? Nuk varet nga forma e enës, ne kemi marrë këtë enë që ka forma të ndryshme dhe kemi mbushur me ujë. Edhe ne shohim se edhe pse format e enës janë të ndryshme, niveli është i njëjtë. Do të thënë, edhe pse forma janë të ndryshme, niveli është i njëjtë i ujit. Edhe me niveli një ujit është i njëjtë, edhe shtypja do të jetë e njëjtë. Kur e shkep kështu si formene të duket si kurena që është më e gjerë do të ketë nivel më të ulët. Ju faktikisht e shikoni që në të treja enët niveli është i njëjtë. Mirë bëj një pyetje, po këtë e kam për grupin. Kur do ndryshon të shtypja?